Situatë e vështirë nga rreshjet e pandorprera të shiut paraqiten në disa qarqe të vendit. Në Lezhë, 2 familje në zonën Ballldren dhe Milot kanë kërkuar ndihmë nga strukturat e emergjencës për shkak të përmbytjes së banesave dhe oborreve. Si pasojë e situatës, është anuluar mësimin në shkollat Kosova dhe i Gjergj Fishta për të garantuar sigurinë e nxënësve dhe stafit arsimor. Autoritetet njoftojnë për një rritje të ndjeshme të nivelit të ujit në Lumindrin, i cili në disa segmente ndodhet pranë kuotave kritike, ndërsa po monitorohet vazhdimisht për të shmangur rrezikun e përmbytjeve të mëtejshme. Sipërfaqe të konsiderueshme toke janë përmbytur edhe në zonat e Zadrimës dhe Blinisht dhe në Shënkoll, duke shkaktuar dëme në tokat bujqësore. Në qarkun e Kuksit, rreshjet kanë shkaktuar probleme në disa akse rrugore për shkak të rënjes së dherrave dhe gurave në rrugë, ndërsa në lagjen e re të qytetit të Kuksit prania e ujit ka arritur në disa centimetra, duke vështirësuar lëvizjen e banorëve dhe automjeteve. Probleme në qarkullim janë regjistruar edhe në Tiranë, ku prania e ujit në Unazën e Madhe ka vështirësuar qarkullimin e segmentit që lidh Paskuqanin me autostradën Tiranë-Durrës. Si pasojë, janë regjistruar disa aksidente rrugore, fatmirësisht pa pasoja në njerëz.